kemi një epërsi të frikshme të Partisë Socialiste, e frikshme gjithmonë në thojza, por dhe mund t'jeqin. Rreth 53 mandate janë akoma votat pa zbardhura, sidomos ca që vinë nga diaspora, bëhet fjalë sidomos për votat që vinë nga Greqia. Kemi një parti demokratike e cila nuk arrin të tejkaloj shifrën 50 deputet, dhe parti, po themi, shpërfyse, të cilat kishin shumë atrakcion, dhanë i dhanë shumë bukuri fushatës, i dhanë shumë gjyrë dhe shpres, por cilat nuk arritën dot të kryojnë një pol të tretë, mund të themi. Fjallavën kemi bëjmë në rezultate 1 deri në 2, apo deri në 3, duke llogarit të Partisë Socialdemokrate të Tom Doshit, maksimumi i ndoshta është ligji elektoral, ndoshta është marrëveshja për ndryshimin e Kushtetutës së 2008-s,